Taulan Seferi asistoi dhe shënoi sot për Bodrumsporin që nuk shmangu humbjen 3-4 ndaj Erokspor, ndeshja ishte e vlefshme për javën e 29 në ligën e parë turke, që është kategoria e dytë për nga rëndësia. Asistimi i Seferit për rezultatin 2-1 në favor të Bodrumsporit ishte perfekt. Kur luaj minuta 29, Seferi kaloi portierin e rival për t'i krosuar topin Hotić, që nuk gaboi me portën bosh. Goli ndërkohë shënua nga penalltia në minutën e fundit shtesë. Seferi me 14 gola dhe 6 asist në total mban vendin e 6 në renditjen e golashënuesve. Për të pritet deri rikthimi te kombëtarja, mundësitë janë që trajneri Silvinho ta konsiderojë për ndeshjet e marsit.